Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi në këtë ditë duke ju uruar veçmbarësi dhe rrugtim të mbar në të gjitha minutat e saj. Sot në studio jam së bashku me drejtuesin e një prej shoqatave mjaft aktive në Shkodër, siç është Ekomendje. Me mua sot në studio është zoti Mirsad Basha. Mirëmëngjes, Mirsad. Mirë se keni ardhur. Të duket se mosha rinore juaja dhe aktivistëve të organizatës suaj gjithmonë bulon jo vetëm me ide, por dhe me realizime. Po kalojmë një periudhë jo të zakontë, siç është pandemia, por gjithsesi veprimtaria juaj me sa kam parë nuk rresht. Natyrisht në kushte pak më të veçanta. Si ka ndikuar kjo periudhë pikërisht në aktivitetin tuaj dhe në realizimet që ju keni bërë? Po ka një kohë e vështirë, një kohë ndalese, pavarësisht se ne nuk ka se i nalë, ne na mënu me kënë sa më aktiv si gjithmonë të majtë ta masat e këshillueshme. Por duke kënë që qyteti ka kënë i nalë, ne na mënu pak një lanë disa ngjyra shpresë e qytetit, me kënë po një qytet aktiv, një qytet vital ashtu siç është Shkodra. Ne që shfillimet e pandemisë kena kënë grupet vullnetare të emergjencës civile në Shkodër, të shumë institucioneve që kanë pas nevojë. Po ashtu kena kënë edhe vullnetarë në disa persona që të ushin vetëm në disa gjysha apo familje nevojë. Por kena kënë aktiv jo vetëm në shërbime për informimit e qytetarëve për lejet ndryshme që kena bërë një bashkëpunim me prefekturën, por kena kënë bashkëpunim me bashkinë me informimin e familjeve nevojë apo vetë në drejtimin e komendis në shmëndamin e ushqimeve që vetë ne kena mbledh. Por kena kënë aktiv, kena aty kur kena mujt kena bërë pastrime të ndryshme. Pra pse më nalë frymen e kina lanë pozitive, po është edhe informimi sepse me pas sa më shumë kujdes. Është një nga drejtimet tuaja, drejtimi social dhe i ndihmës ndaj njerëzve në nevojë dhe i familjeve. Nuk është hera e parë që realizoni këtë. Madje edhe në raste festash përpara vitit të ri apo edhe në raste të tjera, të cilët për momentin ndoshta edhe nuk mund vetëm ti drejtohemi statistikave që ju keni bërë. Megjithatë, situata ka qenë e veçantë. Shumë e veçantë. Ju përmendët njerëzit e vetmuar, por unë do t'i shtoja kësaj edhe një gjeografi që nuk përfshin vetëm zonën urbane të qytetit, por edhe më tej. Cilat karakteristika kanë dalluar pikërisht në këtë periudhë? Ka kohë vështirë, ka gjën pa dhe vështirësitë më të mëdha ekonomike, sepse të kanë kohë vështirë, njerëzit nuk kanë pas mundësi me punu. Pra, gjeografia thot urbane në qendër, për faktikisht ne më përpara ndihmoshim më shumë familje që ishin më shumë në periferi, por kena pa që edhe jashtë shtresë mesme për momentin ishte vështirësi kërkoshin ndihmë. Pra gjeografia ka kanë gjanë për tash sikurina kena filluar më mbledh, sepse edhe në qytet njerëzit kërkoshin ndihmë. Më përpara nuk ka se kishin këtë kërkesë. Të fillu për qendrës, në tonë lagjet e Shkodrës kena shku, në zonën e Pasrips, në zonën e Prekalit, në zonën në Shkodrës, pra gjeografia është hap edhe për fatin e këtë që vështirësia ka kanë madhe, po ne na gjanë afër atë sa kena pas mundësi, në mënyrën tonë vullnetare, ma ata mbështet që neve na kanë mbështet, domethënë me anë edhe qendrës tonë e klubit, apo në anë të miqve tanë që kena jashtë, na kanë ndihmu atë sa është mundësia, sepse vështirësia ka kanë për tanë gjithë tanë bota është nalja vetëm Shkodra, për gjithë secili për aty në mbështetjet tonë kanë pa punë me familjet e tyre. Por aja mundësi që ne kena pas, ata familjet nevojë që ne kena pas në listat tona, por e kena vure që edhe janë shtu, për fatin e keq, që janë shtu dhe më dhejnë që kena gjeti disa familje, që dhe kohën tash normale që jena këty pak a shumë normalitetit, kena me vazhdu me ndihmu. Janë është gjithmonë më ushqime, për me ilaçe, me veshje, pa me mënyrën institucionale që ata kanë. Si siguroni pikërisht këto ndihma? Ne kena një qendër ekoklub që nuk pa përmendim qendrën tonë ose kafën tonë, por sepse është dallueshme me një biçikletë që po e rëndësishme është më thonë që ne nuk kena mbështetje politike ose fetare, më thëmë, ose fondacioni, pra nuk ka se kena mbështetje për i lërgë. Ne të ardhënat tona të ndihmës e krijojmë ne vetë, me anë qendrës tonë.
Kështu që ajo është e para, të lokalit që kena. Ajo është gjaja e parë. Mas e mrapa njerëzit kur e shohin që ne jena aktive dhe që ndihmojmë një shtresë tillë që bëjmë aktivitete, na ndihmojmë në mënyrën mujore me pagesa të vogla krejt thjeshta. Vinë bajnë kontribute, gjithashtu ne marrim ta persona, vinë me ne, blejnë ushqimet me ne dhe i shpërndajnë bashkë. Por kjo është një mënyrë tepër transparente dhe mënyra më aktive që ne kena bërë gjithmonë të aktivitete. Është karakterizuar nga veçanësi që lidhen edhe me vështirësitë psikologjike të njerëzve, të vetmuar kryesisht, por edhe atyre që kanë shumë nevojë. Unë e di që në raste vlera e çdo ndihme është të mbetesh anonim, të dhurosh nga shpirti, sepse kështu është edhe kodi moral qytetar. Të dhurosh pa ditur se kuj, pa ditur se kush. Por kontaktet, pavarësisht se situata ka qenë e tillë, janë të pashmangshme. Patjetër. Ju keni mbresa të rasteve që nuk i përmendi me emër, por që gjithsesi japin mesazhe zemre. A mund të na përmendi diçka nga këto mbresa? Mund me përmend të dyja anë, domethënë të dhuruesit ose ata që kanë marrë ndihmën. Është më prej ka gjithmonë kena thënë kur doran një dorë nuk duhet me ditë tjetra faktikisht, por ne në vitin 2020 edhe rrjetet sociale janë të hapuna. Kur ne pa shohim rrjetet sociale është si një media, është si një radio, është një televizion normalisht, sepse janë krejt një linjë gati të barabartë, edhe pse vlerat mund të jetë ndryshme. Për një linjë barabartë me anën vizuale. Por impakti shoqëror është i konsideruar. Ta ne kanë telefonin dorë, më shumë njerëz kanë telefonin dorë se sa televizionin ose radio, që duhet me thënë, për fatin e keq duhet me thënë. Sepse rrjetet sociale nuk mund të jenë aq të kontrolluar se sa mund të jenë. Gjithsesi jam te pjesa që jena në vitin 2020 dhe rrjetet sociale janë të hapuna, por ne përdorim rrjetet sociale si një media personale kur reklamimet edhe rastet e mira shembull duhen më dhanë. Vërtet ajo që kur jep një dorë mos më duk tjetër, por duhen shembuj më tregu se kush janë ata persona që dhurojnë. Jo vetëm e marr këtë person si shembull, edhe pse ai nuk dan, nuk ka se do njerëzit që dhurojnë e bajnë për më duk absolutisht. Sidomos një person kur përfshihet në këtë lloj aktiviteti nuk e bën kur më duk. Absolutisht. Por ne do na mellon si shembull. Ka njerëz bamirës në Shkodër. Ka njerëz bamirës në Shkodër edhe emigrantët që nuk jetojnë kënaqë. Ne japim si shembull, ne edhe insistojmë do në zjarr emrin, okay, inicialet i nxjarrni, por duke tregu këtë person atëherë janë edhe njerëz tjerë që shohin ky shembull të mirë dhe shtyjnë me ball ata. Prandaj ka raste pozitive. Prandaj përmendëm këtë median sepse ka herë kur ne japim shembull e mirë shtyjnë edhe persona të tjerë me ball diçka të tillë, jep se u duk ai tjetri, por janë disa persona që ne kemi analizuar, po unë çam ndaj vet, janë disa persona që e kanë ekonominë, por nuk ka se janë mësuar me bamirësi. Ja se nuk e kanë zemrën e mirë, por sepse jeta tyne sociale është një rrugë. Pavarësisht se gjithë secili ka të botën e vet, po dashme para gjykukën, por është një rrugë që ka mendën të puna e tjerë. Por ky person që ka një ekonomi të mirë, shef që çanol rreth botës tij, por nuk ka vetë çka puna e mirë që ka ose familja e tij, mund ta shohin që ka disa familje nevojë. Por këtë gjë e shef jetë kur e bën jetën e vet për të na pa neve ose të pa një person tjetër. Momentin që ai person mund nalet, shef këtë gjë atëherë e merr si shembull më përpara. Prandaj është e vërtetë që nuk duhet me tregu që ka kanë gjithmonë shprehje, por janë të pa në rrjetet sociale në media, që edhe ata që i kanë pasur shprehje nuk pa përmendni asnjë fejde, më thon, por tash edhe besimet e ndryshme fetare janë të nxjerrë tek kushdo ran. Por pse edhe ata kanë pasur gjithmonë duke patur anën e mirë, pa nuk diskutohet. Un jam te pjesa, un jam të foli tash vetëm për pjesën e dhuruesit. Alo nuk shkohet te pjesa aty që marrin. Unë jam vetëm te pjesa e dhuruesit, pra ata ja që kur jep një dorë nuk duhet më pa tjetra. Mendoj që në vitin 2020 për me bëu sa më shumë dhurues duhet me nxjerr edhe me dëshirën ose pa dëshirën aty ne jam të keq, por me dhënë shembull i mirë. Kurse të ana atyne që marrin dhurimin, ne e komendje për shumë kohësh, ne nuk i zjarrim kur persona që e marrin dhurimin, duket edhe te rrjetet sociale të komendjes në Instagram ose në Facebook, ne sfumojmë fytyrat. Pra, po dash më mbur, po mund t'jena nërë parë që ne mlojmë fytyrën. Gjithsesi, ju jeni prezent aty në atë ndjesi që
që Po tjetër. Dhe Që është emocion tepër i madh. Është emocion dhe Shumë i të madh, shoqëron. ngarkesë shumë e madhe. Është edhe nxitje për ta vazhduar këtë, apo ja? Nëse mundem të përmend në fillim nuk ka kanë nxitje, sepse kur arrin disa familje që janë shumë nevojë, po sidomos ja vetëm nevojën ekonomike, por kanë nevojë edhe shëndetësore. Kur kena taku familje me fëmijë të vegjël që kishin nevoja shëndetësore, që ishin me smundje të ndryshme, ose edhe pa të shërueshme, aty ishte shumë e vështirë. Nuk ka se u nxitshim për me vazhdu këtë gjë, por u nalshim sepse të kanë që nuk kishim forcën si me ndihmu këtë familje. Ne mund ta kena forcën ndoshta m'ia bën shtëpi, m'ia dhuru ushqime ose m'ia dhuru veshje, por nuk mund ta kena forcën me kuru një fëmijë të vogël që ka 2-3 smundje shumë drama. Atëherë kur kena përballu ta momente ka kanë shumë e vështirë. Që do të në bëtë në vazhdu, pa ja. Janë momente. Po tjetër, unë për këtë rastin që tash e citova, ose që më kujtu, është vite që ne ndihmojmë, është vite që ndihmojmë çdo muaj, me ushqime që dalin vazhdimisht, me ilaçin asaj vajzës që na kanë ndihmuar shumë persona, duhet me falenderu ata që e kuptojnë se kush janë, që na kanë çuar ilaçe për Italiet apo për Francet, që falenderoj ata persona që ilaçe shumë shtrejta. Është shumë shtreta që janë edhe kënaqën për familje që ishte pa përballuar, sepse i takote janë afërsisht 60.000 lekë vjetra në muaj që bën ata ilaçe. Pra lloj smundje që kishte ai fëmijë 5 vjeç, tash është bërë 7. Pra këtë familje ne njehim vazhdimisht, jo vetëm për festa, për raste të tjera, por ne kena diçka që edhe njerëz të tjerë ne na kontaktojnë për me ndihmu familje, ne në tilla raste në shumë raste ne edhe adresojmë te familjet. Jo japim numrin e telefonit, jo japim vendin, edhe ata shkojnë edhe vetë. Pra nuk ka të thonë që ne i shkojmë se s'ban. Atje nuk ka të thonë që ne nxjerrim gjithmonë fotot kur bëjmë aktivitete, në rrjetin ton social mund të jenë ndoshta vetëm 70% të aktiviteteve që ne bëjmë, sepse ka aktivitete të tjera që ne nuk i hallim fotot, nuk i hallim videot, por janë ata që ne na mbështesin edhe shkojmë me ta. Po për me mill ndoshta këtë kja pjesa, nëse s'ka më vazhdu më pjesa e bamirësisë në familjet që ne ndihmojmë të absolutisht as si familje nuk ka të zjarrim me fytyrë, me video, me emra të tjerë. Ne zjarrim foto kur japim ushqimin ato që lajm te dera, zjarrim pjesën e keqe të shtëpisë sepse normalisht ai që ka dhurata më por në 10% rasteve zjarrim familjar në fytyrë pa dukshme sepse ndoshta dhëruesi dhe më pa se kush e morri ushqimin apo ja, zjarrim në zonën ku është shpërnda. Unë do të thosha që duke u drejtuar një shprehje, nuk janë falenderues vetëm ata që marrin diçka, por falenderues janë edhe këto që dhurojnë, sepse çlirojnë nga shpirti, mbushen me dashuri dhe kanë një moto të brendshme që i bën më të mirë. Në Tereza ka pasi shprehje që ka thënë më shumë i pasën u bë ai që lla se sa që morri. Që është e vërtet emocionet edhe unë thash më parë është një ngarkesë e madhe emocionale. Kur tham ngarkesa është më madhe si më thonë një emocion, një kënaqësi, ngarkesë emocionale kur gjithsecili prej atyne që dhuron ose gjithsecili prej nesh e kupton se sa vështirë është kjo familje, po kupton se sa duhet më gëzu për atë që ne kena për momentin, duhet më gëzu familjes tonë, ekonomisë, ndoshta edhe jashtë shumë të mirë që mund të kena, por kur e shohim që është përballë. Mirësatë, me sa diun aktivistët tuaj janë më së shumti në moshë të re. Dhe kjo ndoshta edhe ne themi që të rinjt e kanë jetën përpara, do thotë që kanë shumë më shumë vite se kanë jetuar më parë, me ndihmën e Zotit natyrisht. Por unë do thosha që kjo ndërton në karakterin edhe të aktivistëve, ndërton brenda shpirtit në radhë të parë. Më pas materializohet edhe në ide apo në projekte. Po tjetër, të kanë edhe grupi rinor, ndërtojnë ide, ndërtojnë nisma të reja që nuk kanë më përpara, por normalisht i jepet edhe më ofrim vitale çdo aktiviteti, të kanë mosha re. Pavarësisht ne nuk ka se kena vetëm mosha të reja, si aktivista janë edhe mosha mi 50 vjeç, që japin ide që përfshin se sado që ne Si keni mundur ti ofroni këto mosha? Sepse gjithmonë të rinjt kanë më shumë. Ne i natë hapën, e kjo në momentin që flasim, po ban 6 vite krijim aktivitet të saj.
mund të ketë edhe më shumë, por krijim si institucional se krijimi një ekomendis në vërtet një lëvizje, një organizat. Në qish fillimet e saj lëvizjet kanë qenë vullnetar që mund përmendni tek azili i pleqshve me lyrje fasadeve e tjera në mënyrë vullnetare, por aktivitete masive ishin kur udhëtimin e biçikleta. Udhëtimi biçikleta kur marrin pjesë në 80 deri në 120 persona, po për arktim, ja aktivistët e ekos, nuk ishin aktivista, ishin qytetarë që marrin pjesë në një aktivitet natyror, të kthyer asaj tradicion e biçikletës së dikur, të prezantuar me vendet e reja natyrë, por që në atë moment para 6 viteve u njohen me frymen e ekos, ekomendjes, kur ishin mosha të ndryshme. Nuk ka se ishin vetëm 3, 40% ishin mosha më të mëdha, ishin mësuese, ishin persona të ndryshme, ishin pastruese, duhet më thënë, por nuk ka se vetëm është një standard profesionistë të ndryshëm. Patjetër. Pra që në atë moment u prezantunin me komandin edhe komandja mas 6 viteve ishte është po e njëjta, pra nuk e ndrej frymën e saj, prandaj nuk ishte vështirë për me afru moshën e madhe, sepse u njohin qysh atëherë dhe prapë ne nuk e ndruam me fytyrën. Është shumë e rëndësishme që në fillimet e saj kishte dyshime kush e hapi, pse e hapi, sepse ishte një lëvizje shumë aktive. Ka kanë mbrapa pa ja, por mas 6 viteve tregon që po jena po të njëjtit persona, nuk u përfshimen politik, nuk u përfshimen në grupime të ndryshme përveç sociale. Pra duke qenë që besueshmëria u krijua atëherë aktivistat ose persona të ndryshëm. Në fakt ajo që e dallon që në hyrje të emrit tuaj ekomendje do të thotë mendje ekologjike, një raport me natyrën edhe njerëzit normalisht. Pikërisht. Ju përmendet udhëtimin me biçikleta, por jo vetëm, një atraksion që të çon deri në vende të ndryshme, në panorama të ndryshme, të mrekullueshme që ka Shkodra, por që nuk të lë pasiv. Pra, marrëdhënia me natyrën, unë përmend si thuaç fushatat tuaja të shumta në balkonin e bunës, në pastrimin e territoreve të tjerë. Si ka ecur kjo anë e veprimtarisë suaj? Janë tona të lidhura dhe koordinuar njëra me tjetrën, janë sinkron. Nëse dalim me biçikleta, ne kujdesen edhe për natyrën se bëjnë pastrime të ndryshme. Por gjithsesi cili për aktiviteteve me frymën e saj pozitive, altruiste dhe për kujdesin ndaj natyrës është e njëjta gjatë, domethënë. Ne gjithmonë tan javën nëse ne vendosim për me dalë, ne kena rifidhuar edhe herë udhtimin e biçikletës sepse ishim një izolim, nuk mundishim me dalë, aktivitetet ishin ndaluar. Këtë dile vazhdu me aktivitetet me biçikleta, por normalisht edhe pastrimet kanë vazhdu. Mjaltë pemë për kujdesin dhe tyne kanë vazhdu, gjithse cila ecën si kran. Domethënë, ne shohim natyrën këtë pasionit madhe që ne kena, sidomos në Shkodër, që neve na mush me energji për me na dhënë frymë për aktivitete të tjera, por normalisht duhet me pas gjithmonë për kujdesin më të madh. Natyra është po ja bukur, për ne gjithmonë duhet me kujdes për të. Ja përveç si mas frymës organizat që kena, por si mas qytetarisë që gjithse cili për nesh duhet me pas. Ne japim gjithmonë shembull, ne japim gjithmonë këshilla të qytetarëve të ndryshëm që nuk janë me ne kena pas edhe pastrime të ndryshme në pjesën e Shirokut, u bë territoria e re. Atë ku dynden me qindra po egzagerojmë edhe me mire, qytetarë, të rrjedhë pame që atë nosin disa abuzime, metjet që hellshin të vendi kur rrishin, atë ne bëmë 2 aksione pastrimi, mas aksione bëmë një postim me foto dhe mund të them edhe një advokim ose një padi që kujdes që ne të bëj sepse është e jona, ne aty ku jena të ndot nesër kemë më shku prap. Ndikaj shumë mirë nga ana institucionale, ndikaj shumë mirë nga ana institucionale sepse ata reaguan më shpejt, filluan të pastruar çdo ditë, ata që e kishin për detyrë, por nuk ka se ishte gabimi aty në që kishin me pastru. 95 ose pasam 99% e gabimit ishte qytetarëve që ndosin që hallshin atë, se nuk ka se hallshin në përkosha ose koshat nuk u pastroshin, nuk ka se nuk u pastroshin koshat, po qytetarët të rritë ndryshëm hallshin në liçen, hallshin në përshkallët e reja. Mos e të hapi dy që bëmë të aja zonë, bëmë disa pankarta proteste normalisht me mesazhet ndryshme, edhe ta ndikunin, por gjithmonë pra aktivitetet kanë vazhdu mjedisore, sociale, sepse janë edhe gjëra sociale kur advokimet e protestat me mesazhe kanë të ndryshme. Duke u nisur pikërisht në këtë linjë, në atraksionin që jep natyra,
por edhe në reagimin ndaj saj. Unë dëshiroj të ndalem një aktiviteti që ju do të organizoni së afërmi dhe që me sa di është i treti vit që e organizoni. Festa e lumit të Shalës. Lumi i Shalës një atraksion natyror i mrekullueshëm që vit pas viti po tërheq vizitor të ndryshëm, po mrekullon vizitor më së shumti shqiptar, por edhe të huaj. Ju e keni kthyer dhe vazhdoni ta realizoni si një fest, duke e kthyer në një lloj tradite. Çfarë mund të thoni për përgatitjet që ju po bëni që kjo fest jetë e bukur dhe mbështetëse? Është viti i tretë, është edicioni i tretë që ne organizojmë. Ne që shfillimet e hapjes të asaj zone, sepse lumi Shalë që është në Shosh, ajo zona është në Shosh, por është lumi Shalë sepse vjen për Shalët, kjo është një detaj për me ditë. Kështu quhet. Patjetër, lumi Shalës u hap si zonë para 4-5 viteve, kena kanë në grupet e para që si u hap? Mund ma shpjegoni këtë u hap? Lumi Shalës është shumë i gjatë që shkandje në thes që derdhet në liçenin e Komanit, pra grykderdhja është në liçenin e Komanit kur ndahet me të Fierzës. S'ka kanë një mbyllur, po thjesht në atë zonë disa operator turistik kanë hap disa pika ku njerëzit mund të shkojnë. Pra çdo turist ka nevojë me shku në një vend me pi gotuj, me kry nevojat personale, me hangër diçka. Për momentin që ajo zonë bëhet aksesueshme, atëherë ne kena kanë në grupet e para që na ftunin, me thënë drejtë, shkume, pa me vizitume, ba me thirrjet, ba me evente të ndryshme dhe promovu si zonë. Më kanë që ne ishim në ata grupet e para që shkume, të zonës, banorët e zonës i shumë dashamirës edhe bashkë me tani kriju me festën e lumit Shalës, Ekofest Lumi Shalës, ku ne organizojmë çdo vit për me hap sezonin turistik të zonë. Normalisht ajo është zonë e promovuar, tash nuk ka nevojë ma që komendja me promovu atë zonë, normalisht sepse është si citohet është në Tajlanda shqiptare, sepse është shumë gjë veçantë, është një lom majë të malit. Nuk është një lom fushor, është një lom që është në mal. Është një lom që është në mal për që ka dhe ranë ku mund është në ba plash, kjo është veçantia e saj. Pra kë vjet edhe çdo vjet një organizojmë bashkë me banorët e zonës, kur promovojmë hapin sezonin turistik, bëjmë festa të ndryshme, bëjmë eksplorime të ndryshme që më prezantu trive. Nuk ka vetëm një fest thjesht, po bëjmë muzikë natën ose pranezim flakën bubulake me nëzë se yje se ne e quajmë apo miraketarës, po është edhe një moment apo se një impakt që një japim trive që mund njësu me natyrën, me dash natyrën. Natyrë nuk shkohet vetëm me bë piknik, por natyrë shkohet edhe me festu bashkë me te, ne bëjmë meditime të ndryshme, ne bëjmë. Si po ecën organizimi? Është normalisht ecë me hapat e duna dhe të bukura, por normalisht situata ka kanë e keqe, transporti publik hala nuk është i hapur me datë 15 ka mu hap, ne kena feste me datë 20 për ata vështirësitë veta për notimet, sidomos për atyre që nuk jetojnë në Shkodër, sepse vinë edhe shumë për rrethave të tjera për fatin e mirë, për fatin e mirë të Shkodrës, sepse është mundësi Shkodra Veria më promovu. Për situata e vështirësisë pandemisë është e madhe sepse është pa siguria, transporti, friga, shohim që është prap. Si do t'i realizoni ato masa anti-Covid që pjesëmarrësit të mos ndihen të frikësuar? Ne kena bë në çdo komunikim që kena me ta, normalisht masat kanë më marrë si me doreza edhe me maska, po ashtu edhe në transportin ton që kena me bë kanë me kanë distancu pra gjatë transportit, po ashtu edhe me varka, kurse atje natyrë normalisht natyra është e madhe, ajri është i pastër, dhe secili ka me pas çadrën e vet në 2-3 metra larg, sepse atje kena me fjet me çadra, si kena bërë çdo fest afër resortit. Pra siguria është marrë, rëndësishme që njerëzit të rikthejnë normalitetit, është diçka që duhet më përmend të kthejnë normalitetit, pa gjithmonë më kthy normalitetit të pas kujdes më përpara se kena pas, domethënë. Duhet të pas një kujdes më të madh higjienës personale, pastortisë, kontakte me njerëz. Kush po ju mbështet në këtë realizim? Nuk kena si lloj mbështetje nga ana pasam ekonomike dhe institucionale, është nisëm që ne kena bë shohim që institucionet janë pak të fjetëna për fatin e keq. Ju keni kërkuar mbështetje apo ne mund kena kërkuar mbështetje me shumë nisma për momentin që ne shohim që disa institucione janë të heshtura atje nuk ka se ne. Këtë herë nuk e keni. Jo, absolutisht. Arsyeja është sepse ne kena kanë aktiv të ankohen. Momentin që ne jemi aktiv të ankohen, shohim të tjerë institucione që janë të heshtura atje, ne nuk ka se kena ne në dorë për me zgjuar ata.
Pra ne kena fillu qysh me datë qysh në mars, pra në fillim në fund shkurtit, në moment që flasin kena qenë aktiv edhe atëherë ne nuk si keni mundur sepse ka patur momente edhe të vështira, apo jo? Po tjetër. Ju shoqër të gjithë keni qenë shumë mirë. Ne kena qenë shumë mirë. Ne vazhdoni të jeni. Ne kena qenë shumë mirë, por aktivitete nuk ka se kena bërë me thirrje aktivitetesh për më mbledh aktivistat të ndryshëm. Grupi kryesor i ngushtë joni është një familje, pra ne me familjarët në shtëpiat tona nuk ka se na me prindin ton, me fëmijët, me vëllezërit nuk ka se jena më të lart. Atëherë edhe grupi jon kanë ndajtur kohën bashkë, pra ne jena një familje që nuk ka kanë jo thjesht nga ana sociale, por ne kena kanë të kohën bashkë. Momentin që na të kohën bashkë, atëherë frika që secili ka ditë se çka ka bëu atë ditën dhe kena kanë të sigurt. Si do ta organizoni këtë festë? Festa si çdo vit mundem me përmend, nisja ka më bë prej Shkodrës, qendrës Shkodrës në orën 9, me automjete, me buza. Mas një orë të gjysë është mritën liçeni në Komanit, ku liçeni në Komanit njëvesi në 6 liçenet malore më të bukura të botë, sepse është liçen në mal, është liçen në mal që di që është edhe digë edhe liçen malor. Më vonë marrim varkët e zonës, duhet të shku me varkët sepse në disa vende lumi i Shalës është i cekë, sepse mas liçenit ne shkojmë në lumin e Shalës, mas orë të gjysë. Momentin e mritjes, hajmë atë drekën tradicionale të zonës, hajmë të resorti. Çadrat fillojnë të vendosen. Në këto momente bizneset e zonës, fshatarët janë të aktivizuar. Po tjetër, ne bashkë me ta i organizojmë, atë kanë pas shtëpijet e tyne djetra, dhe thamë këtë gjë sepse është e rëndësishme që njerëzit duhet me kuptu që me tamam ajo zonë është të bë aksesueshme, por nuk është sa është bë aksesueshme me resorte, me lokale. Janë banorët e zonës që kanë pas shtëpijat aty edhe e kanë bërë gjë dhe ofrojnë. Po tjetër, kanë bërë diçka të këndshme, nuk ka se është e thjeshtë, por e rëndësishme që ata nuk kanë prej pend, janë kujdes shumë për atë zonë, edhe drasat që i kanë vu në për ata që kanë ndërtu i kanë ble tjera kon, normalisht drasat mund të thonë dikush, drasat për pem janë disa lanë që banë edhe vetëm për këtë punë. Por aja zonë nuk ka shprej, kja është rëndësishme mu të regu. Mendoni se keni ndikuar që ky ambient të mbetet po ashtu, pavarësisht lëvizjeve, gjallërimit her pas here, keni ndikuar dhe ku e shihni këtë ndikim? Te ajo zonë normalisht është ndiku nga ana ekonomike, bizneset aty janë rrit, por mu vjen shumë mirë, thojmë edhe shpesh edhe në mediat ndryshme që ndikimi është e mirë është veriot. Në veri kanë fillu më arë shumë turista. Është ndikimi i lumi Shal që vinë shumë, mund përmend edhe pika tjera turistike si Alepusha, Thesi, Valbona e tjerë, por shaf që në veri hap një pikë re turistike që lumi Shal, edhe atë shkojnë me mira, edhe Shkodra vetë veriu ka shumë liberti sepse ekonomia e kësaj zonës rritet më tepër. Jo vetëm ekonomia e lumit Shal, por krejt veriu sepse dihet lëvizjet, masiviteti. Gjeografia e ardhjes së vizitorëve në udhëtimin tuaj të festës është, mund të thamë, ka pas pranotime për Tiranën, Durrësit, disa grupe të vogla prej Korçit, disa kitarista. Pra është hapën gjithmonë. Por shaf gjithmonë Durrësin është shumë dashamirës ndaj Shkodrës në këtë aktivitet, po në shaf të aktivitetet që ne organizojmë. Vinë shumë grupe rinore për Durrësit Nortana, jo vetëm te festa, por edhe në festa të ndryshme. Nuk e di, ne gjithmonë kena thënë Korça, por Durrësi është shumë dashamirës ndaj nesh, rinia e Durrësit. Ju do ta organizoni këtë festë për 2 ditë dhe një natë. Pa, 2 ditë, pra kemi me fjetin natë, janë 2 ditë feste, natën bëjmë festën me muzikën live edhe me DJ, po ashtu bëjmë festin edhe të afrëzjarë, kur kitarët binë, kënojmë. Ka ushqime tradicionale që kena me hangër atje, që çdo gjë ofron festa. Eksplorime që janë në 4 pikat ndryshme që ka aja zonë, por ne kena avu 4 shtigje që janë mund të përmend shtigjet e Komnenit, Burimit, Lumit e tjerë që është pyllë afër, pra janë 4 shtigje që njerëzit që marrin pjesë mundën me zgjallë. Dikush mund të jetë më alpinist, mund me hyp te mali, dikush që është më familjar që vinë familjar esin te Lumi, pra secili si mas mundësisë vetë. Keni shoqërues dhe trajnues të këtyre udhëtimeve në çdo drejtim? Po tjetër. Në këto 4 drejtime që janë shoqënues, janë Ciceron që shpjegojnë historinë e zonës, sepse duhet të thonë që zonë nuk ka vetëm thjesht një zonë e bukur, por është një zonë historike me histori kombëtare, sepse në atë zonë Lek Dugaxhini ka jetu vitet e fundit të jetës tij.
por ka disa legjenda ku ka jetu kohët e fundit, atë arin pasuni e tij ku ka hall, por janë është një Keni zonë. munduar të zbuloni. Ja nuk mund me thon drejtën. Ju po kërkoni, por se keni gjetur Me ende. thon drejtën kanar me qindra austriak të ajo zonë të e kërku, kanar si Se turista. kanë të dhëna. Po tjetër, ajo zonë dihet që është zona ku është varros Lek Dugazhin dhe motrat e tija kanë hall arin në fuqiat e tij, kanë hall të një vrim. Legjendat shqiptare janë vërtet, nuk është legjend, kjo është e prekshme, nuk ka thjesht, mund të thamë është histori tamam reale. Po ka historina, ka legjenda zonash, ka legjenda dragoj sepse zonë malesh normalisht. Pra ne tregojmë tregime, Ciceroni ose që flet gjatë shtigjet tregon një histori të asaj zonë. Pra janë 2 ditë argëtimi, eksplorimi. Nuk janë vetëm të rinjt ato, mosha të rinore, 30 pak po dhe më shumë. Patjetër ka pas edhe familje që kanë ardhur me fëmijë të vegjël, por secili mund ta përballojnë këtë lloj udhëtimi, nuk është se është lodhje ecje. Me makinë me fogon zgjat 1 orë gjysmë shku deri në komand, mos e me varg zgjat 1 orë gjysmë shku atje, por e rëndësishme më thonë edhe herë që nuk ecim kam, nuk ka lodhje. Deri në momentin Shkodër, dhe sa shkojnë Lomshalt, jena vetëm me transporte. Mase mbrapa thosh ata shtigje që janë mundësi, dikush do më najt aty nuk do më ecë, pra jena në qendër. Po për të ecur dhe eksploruar shkohet aty, për të Gjithsesi dikush mund të më relaksu, me pushu. Veç vështirësia e madhe mund të më thonë të ky lloj organizimit është kur nuk ka rreshje të mëdha shiut edhe lumi shtat pak. Aty prap nuk ka vështirësi sepse ne nalëm me marrim varken, transportojmë ndoshta varka që marrin 20 veta ose 15, nuk mundem me kalu krejt lumin, bëjmë ndalesa me ka 5 persona, kalojmë pjesën ku është më cek. Kjo mund të them që është vështirësia më e madhe përveç tjerave që nuk ka energji elektrike e tjerë, por me gjeneratorat që kanë gjithmonë drita është atje, nuk ka sa është ai problem. Kjo është një festë që ju e organizoni tradicionalisht për të tretin vit me radhë. Gjatë këtij sezoni veror, besoj nuk është udhëtimi vetëm. Patjetër, kjo është udhëtimi i parë që bëhet në zonë. Kjo është udhëtimi i parë që bëhet në zonë sepse thashëm përpara transporti publik hapet në datë 15, ne kena festën me datë 20. Pra është udhëtimi i parë, më tham turistik që të zonë shkojnë, që shkojnë persona, kështu që shpresoj që më kanë një gur i mirë edhe për atë zonë, edhe për veriun gjithmonë kur tham për atë zonë, thash më parë përfiton edhe veriu sepse rritja e turistëve, njerëzve që vinë të një vend është hallk, jo vetëm për biznesin, por për lokalin që është përpara, për karburantin, për një lokal që më përpara, për një dyqan frutash. Po gjithsa është zinxhir, nëse ka me punu te resorti, ky resorti ka me blejnë qendër, ushqime, veshje, çdo gjë, ekonomia rritet, turizmi është një pikë shumë e rëndësishme për Shkodrën që shpresojmë. Ka shumë veçanësi të lëviz diçka dhe në këtë drejtim. Ne shohim që vështirësia ekonomike ka më kanë e madhe për shqiptar, por ne shpresojmë për Shkodrën më rritë më shumë. Ne forca më të madhe kena promovuar natyrën shkodrane, verion janë të mundu me bëj disa video dhe promovimin natyrës me kanë sa më madh sepse vetëm turizmi mund të rrisin në ekonominë në vendin. Aktivitetet të tjera që ju keni së afërmi dhe që mendoni sepse ju keni disa këndvështrime në aktivitetin tuaj. Janë këta që kemë me vazhdim në festa Lumi Shalt nuk ka marrë shumë kohë sepse dan në përshëndetjen e madh, gjithsesi para festës ne këtë shtunën pra mas 2 ditëve kena një aksion pastrimit në Darjen e Bunës. Sepse kena dëshirë me paslu për të fundit sepse aty ka shumë zona kur Darja Bunës gjatë fshatnave Lumit Buna bashkë me liçenin Kirin që bashkojnë darën tanë në detin Adriatik, por kena një aksion të madh pastrimit shtunën që vjen, dilen dhe të shohim një aktivitet tjetër në Kir. Pra aktivitetet janë të vazhdueshme që fryma jonë masmonal, fryma pozitive dhe aktiviteteve në një qytet vital siç është Shkodra. Aktiviteta, energji, kreativitet, lëvizje, këto përbëjnë jetën, këto japin mesazhe, këto shkojnë tek njerëzit për njerëzit. Ekomendje është një shoqat që promovon pikërisht këto vlera. Së bashku me Mirsad Bashëm ishim në këtë mëngjes jo thjesht për të informuar, por edhe për të ndalur në mjaft vlera shpirtërore që Shkodra i ka, Shkodra i transmeton dhe Shkodra i promovon.
Të falenderoj shumë Mirsad dhe të uroj suksese gjithmonë së bashku me grupin tuaj, aktivistët e Ekomendjes, në realizimin e këtyre nismave që ju keni dhe në ecin gjithmonë më përpara të tyre. Faleminderit për çdo promovim që i bën aktivitetet. Më marr mend që kena me kanë më shumë mbar sepse më përpara thosh duhet të promovu veriu, ne do të bëjmë festa, do t'i kthejmë festat Shirok, do të bëjmë festa në Shirok, do të bëjmë festa në Zogë, do të bëjmë festë në Kalat, do të bëjmë festë në Kier, do të bëjmë festa të ndryshme nëpër qytet që Shkodra më u tërheq sa më shumë atraksionin turistik. Them që kena me kanë shpejt bashkë dhe shpresojmë që jeni më së të mirëpritur. Është vlerë tu referohesh këtyre nismave të bukura që vetëm promovojnë dhe ngjallin shumë çka në shpirtin e secilit. Të falenderoj edhe një herë. Punë të mbarë dhe suksese.